Morën peg 32 vjeçarin arrestohet Duçja, vllai i deputetit. Policia e Devollit ka arrestuar vllain e deputetit Partisë Demokratike Bledion Albanit, si dhe dy shtetas të tjerë të cilët akuzohen se kanë marrë me forcë nga banesa për motive të dobta një 32 vjeçar dhe e kanë kërcënuar me jetë dhe kanë ushtruar edhe dhunë fizike ndaj tij. Në pranga janë shtetasit Altin Albani, 42 vjeç. Altin Albati, 42 vjeç, i njohur me Nof Kënduçja, banues në Bilisht, dhe Trajan Çeliku, 38 vjeç, banues në fshatin Braçaj, për veprat penale, heqja e palishmërisë, e lirisë dhe kanosja të kryera në bashkëpunim. Gjithashtu është vënë në pranga dhe shtetasi Marcel Buçi, 37 vjeç, banues në Devoll, i akuzuar për veprat penale, heqje e palishmërisë, e lirisë, agosja let me dashje dhe kanosja të kryera në bashkëpunim. Ngjarja dyshohet se ka ndodhur 27 tetor, ku 3 shtetasit e mësipër dyshohet se kanë marrë me forcë nga banesa e tij në fshatin Voshic. 32 vjeçarin Ilir Topçiu dhe e kanë çuar në ambientet e një biznesi privat ku e kanë mbajtur për disa orë, duke e dhunuar dhe kërcënuar. Nga hetime dyshohet se këta shtetas kanë marrë me forcë nga banesa shtetasin të 32 vjeç, banues në fshatin Braçaj, Bashkia Devoll, i cili ishte me mas sigurimi, arrest në shtëpi për veprat penale, shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor dhe e kanë çuar në një biznes privat ku është keq trajtuar. Në ndërtimin e prokurorisë vjen puna për dokumentimin e plotë ngjarjes dhe sqarimin e motivit të saj, thuhet në njoftimin e policisë. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Korçës për veprime të mëtejshme. Shtetasit e mësipër rezultojnë me precedent penal. Trajan Çeliku dhe Marcel Buçi u përfshin në ngjarjen e regjistruar në 1 tetor në qytetin e Bilishtit, ku së bashku me një shokun e tyre sulmuan me dru bejsbolli 39 vjeçarin Guri Mazeliu. Guri Mazeliu, në atë ngjarje Marcel Buçi mbeti i plagosur me thik. Ndërkohë, Altin Albati, vllai i deputetit Partisë Demokratike Bledion Albati, u përfshi në ngjarjen e ndodhur në 3 maj, pak ditë para zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, ku konfliktua me një shofer kamioni dhe e dhunoi me grushta.